Pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 7 qershorit, partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje do të nisë negociatat për formimin e institucioneve. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti edhe njerë ka përsëritur se këto zgjedhje ishin të panevojshme dhe se rezultati e konfirmon një gjë të tillë. Të certifikohet rezultati i zgjedhjeve, do të nisim punën dhe diskutimet për formimin e institucioneve të reja, konstituimin e legjislaturës së 11 të kuvendit, formimin e qeverisë së re dhe zgjedhjen e presidentit. Lëvizja Vetëvendosje siguroi 53 ulëse në parlament dhe me ndihmën e minoriteteve jo serbe mund të vazhdojë me konstituimin e kuvendit dhe qeverisë. Mbështetjen për Kurtin e konfirmoi Albert Krasniqi, që drejton partinë ILDK. Grupi multietnik që është i përbërë prej 8 ose 9 deputetëve janë të gatshëm edhe të interesuar që sa më parë bashkë me fituesin e zgjedhjeve të shkojnë dhe të formojnë institucionet e Republikës Kosovë. Derisa partia fituese pret certifikimin e zgjedhjeve dhe të rezultatit, në lidhjen demokratike të Kosovës ka nisur kriset e brendshme pas rezultateve të zgjedhjeve të datës 7 qershor.